Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm Lexo Biblën me ne, lexojmë pjesë prej librit të Gjyqtarëve, kapitulli 6 deri 9. Tekstin do të lexoj Arlinda Gjergjaj nga Melbourne, në Australi. Katekezën do të bëj Gasper Marku nga Vlora. Në takimet tona në Lexo Biblën me ne do të shohim gjini letrare të ndryshme. Do të shpjegojmë edhe domethënien e fjalës gjini letrare, tani vetëm po përmendim pa shpjeguar shumë, sepse sot lexojmë një pjesë që i përket një gjinie letrare karakteristike për letërsinë biblike, që është tregimi i thirrjes. Deri tash kena pa disa tregime thirrje, për shembull Zoti thret Noehun të ndërtoj barkën, Zanafilla kapitulli 6, Zoti thret Abrahamin, Zanafilla kapitulli 12, thret Mojsiun, Dalja kapitulli 3, do ta shohim Zoti thret profetet, për shembull Jeremin kapitulli 1, rreshtat 4 deri në 10, Isain kapitulli 6, edhe Ezekielin. Ky tregim thirrje është aq i elaboruar zgjat plot 3 kapituj, edhe kulminon me ngrënien e rrotullës tekstit në të cilin ishte shkruar fjala e Zotit. Por janë sidomos të njohura në Besëlidhjen e Re, thirrja e apostujve, ajo Shën Palit, si edhe ndonjë rast tjetër i thirrjes. Sipas Besëlidhjes së Re, secili ndjekës i Krishtit është i thirrur. Në vitin 1966, një studiues australian me emër Norman Hable shkroi një artikull me titull The Form and Significance of the Call Narratives, forma dhe domethënia e tregimeve të thirrjeve. Në artikullin e tij ai studioi 6 tregime thirrjesh në Besëlidhjen e Vjetër, atë të Mojsiut, të Gjedeonit, që lexojmë sot, Samuelit, Isais, Jeremis dhe Ezekielit. Edhe pse që fillestar Hable në studimin e tregimeve të thirrjeve, temë që studiues tjerë më vonë kanë zhvilluar me tutje, ai arriti në konkluzione që sot e kësaj dite janë të pranuara në botën e studimeve biblike. Do t'ju shpjegoj tani rezultatet e kërkimeve të tija. Sipas tij, secili prej këtyre tregimeve ka një strukturë që përsëritet në formë pak a shumë të ngjashme. Duke kaluar prej leximit të një gjyqtari tek tjetri, duket se përsëritet pak a shumë i njëjti tregim, që ka pak a shumë të njëjtën strukturë me të njëjtat motive, me dallim të vetëm se ndryshojnë personazhet. Përsëritja e këtyre formave konfirmon një konstante në këtë gjini letrare shumë karakteristike të tekstit biblik, në tregimet e thirrjeve. Këto janë elementet kryesore të këtyre teksteve. Elementi i parë është ai që e quante hyrje hynore. Për shembull, lexojmë tek libri i Gjyqtarëve kapitulli 6, 11 deri në 12, që do ta lexojmë më vonë. Erdhi engjëlli i Zotit e ndenjë në qarrin që ishte në Efer dhe që ishte i Joasit, prej barkut të Abiezerit, ndërsa Gjedeoni biri i tij po fshinte me shqupi dhe po pastronte grurin për ta fshehur prej madjanëve. Ju dëftua engjëlli i Zotit e i tha: Zoti me ty, o burr i fortë. Pra, Zoti i duket. E dyta është pika e misionit. Për shembull, libri i Gjyqtarëve kapitulli 6, rreshti 14, Zoti ia nguli syt dhe i tha: me atë fuqi që ke, shko dhe çliroje Izraelin prej dorës së Madianit. Dije se unë të dërgova. Pika 3, i thirruri zakonisht kundërshton, por Gjedeoni ju përgjigj: më fal o Zot, po si do ta çliroj Izraelin? Ja, barku im është më i vogël në Manase, e unë jam më i vogël në shtëpinë e tim Eti. Gjedeoni pra thekson se është ai që më së pakti e meriton një thirrje të tillë. Pika 4, Zoti i siguron atij praninë e tij. I thot Zoti: unë do t'jem me ty, ti do ta shfarosësh Madianin, si të ishte një njeri vetëm. Pika 5, Zoti jep një shenjë. Gjedeoni vijoj, libri i Gjyqtarëve kapitulli 6, 17 deri 21, nëse vërtet gjeta hir para teje, më jep një shenjë, që je ti që po flet me mua, mos u largo prej kënej para se të kthehem, e të sjell një dhuratë për ta kushtuar. Ai u përgjigj: do të pres derisa të kthehesh. Dhe pika fundit, pika 6, i dërguari përfundimisht niset. Kapitulli 6, rreshti 27 i librit të Gjyqtarëve, andaj Gjedeoni i mori 10 burra prej shërptorëve të vet dhe bëri siç i kishte urdhëruar Zoti. Hable krahasoi këto 6 tekste thirrjesh dhe arriti në përfundimin se të gjitha kanë jetë e përbashkët. E para, iniciativa është gjithmonë e Zotit.
I zgjedhuri i Zotit nuk është një vullnetar heroik që spikat para tjerëve, as një person me aftësi jashtëzakonshme. Përkundrazi, Mojsiu ishte çoban delesh, Gjedeoni merrej me drith, po shinte grun, Amosi merrej me rritjet e aktive, kështu shkruan ai tek kapitulli 7, rreshti 15, pra te profeti Amos, por vetë Zoti më mori prej pas deleve e më tha Zotyn, shko e profetizoi popullit tëm Izraelit. Thirrja e Zotit pra nuk është e merituar. Zoti vetë di kë thret. Dhe pse? E dyta, kjo thirrje e Zotit është e papritshme, elementi i paradoksit që kemi theksuar disa herë theksohet edhe tek thirrja e Zotit. Kush kishte thënë se Zoti po thret Mojsiun? Ishte i arratisun sepse kërkohej përvrasjen e një egjiptiani, edhe për te folme ishte një farë belbzani. Adonai i zgjedh vazhdimisht personat që janë me pak të pritshëm se do t'i zgjedh. Pra Mojsiu thame, i arratisur, Gjedeoni më i vogli familjes, Jeremia tepër i ri, Amosi nuk ishte një profet me profesion, sikurse e lexuam. Kjo ironi ka funksion teologjik. E dukshme bëhet se lavdia e misionit nuk vjen nga kapaciteti njerëzor, por nga fuqia e atij që dërgon. Vetëm Zoti siguron sukses, jo aftësia e profetit. Cilat janë disa dimensione tjera teologjike që meritojnë kujdes? E para është se thirrja e Zotit përcakton edhe kush është i thirruri, tregon identitetin e tij. I thirruri nuk ja përcakton identitetin vetvetes. Misioni që jep Zoti tregon identitetin e personit. E dyta, edhe misioni ka një përmbajtje konkrete. I thirruri i Zotit përcjell në mënyrë të besueshme fjalën e Zotit. Ai nuk ka fjalë të veta për të thënë, vetëm fjalë të Zotit. E fundit, i thirruri nuk është i fortë, por i dobët. Të gjitha dobësitë e të thirrurit dalin në pa gjatë misionit të tij dhe dobësitë e tija zakonisht nuk e kushtozojnë suksesin e misionit. Përkundrazi, misioni del i suksesshëm pa marrë parasysh dobësitë e të dërguarit. Kjo ndodh me gjitha për të treguar se suksesi i misionit, e përsërisim, nuk varet tek meritet e njeriut, por tek ndërhyrja e Zotit në histori. Tek ndërhyrja e të zgjedhurit ndërhyn vetë Zoti. Të lexojmë tani dy tregime mbi Gjedeonin të para për sot. Prej librit të Gjyqtarëve, kapitulli 6, rreshtat 11 deri në 18. Erdhi engjëlli i Zotit ndej në nçarinë që ishte në Efer dhe që ishte i Joasit, prej barkut të Abizerit. Ndërsa Gjedeoni, biri i tij, po fshinte me shqëpi dhe po pastron grojën për ta fshehur prej Madianëve. Ju deftua engjëlli i Zotit e i tha: Zoti me ty, o burri i fortë. Gjedeoni u përgjigj: Me fal im Zot, nëse Zoti është me ne, pse na gjetën të gjitha këto të zeza? Ku janë të gjitha ato mrekullitë e tija, për të cilat na folën e terët tonë na thanë? Zoti na nxori nga Egjipti, por tani Zoti na la e na lëshoi në duart e Madianit. Zoti ja nguli sytë dhe i tha: Me atë fuqi që ke, shko dhe çliro Izraelin prej dorës së Madianit. Dije se unë të dërgova. Por Gjedeoni u përgjigj: Me fal o Zot, po si do ta çliroj Izraelin? Ja, barku im është më i vogël në Manos, e unë më i vogli në shtëpinë e tij me ti. E Zoti i tha: Unë do të jem me ty. Ti do ta shfarohesh Madianin si të ishte një njeri i vetëm. Gjedeoni vijoi: Nëse vërtet gjeta hir para teje, me jep një shenjë që je ti që po flet me mua. Mos u largo prej këndej para se të kthehem e të sjell një dhuratë për të kushtuar. Ai u përgjigj: Do të pres derisa të kthehesh. Tregimi që lexuam konfirmon atë që tham më sipër mbi tregimet e thirrjes. Zoti merr iniciativen, i duket Gjedeonit në një pemë, në një qarr. Mund të jetë se tregimi dëshiron të paraqesë skenën si një moment i rëndom të jetës së Gjedeonit, faktin pra se Gjedeonit i duket Zoti në një moment normal të jetës. Mirë po, nëse lexojmë librin e Zanafils, kapitulli 12, rreshti 6, ose kapitulli 35, rreshti 4, librin e Josuehut, kapitulli 24, rreshti 26, to tekste mund të sugjerojnë edhe idenë se qarri ishte vendi ku bëheshin tubimet të shenjta, bëheshin edhe vepra kulti.
Ndoshta tregimi do të thojë se Gjedeoni ishte po një njeri punëtor, por ishte fetar. Ishte një njeri që kërkon të Zotin dhe për këtë arsye pastaj Zoti e kërkon atë. Qarri ishte i babës së Gjedeonit, Joasit, ishin të fisit të Abiezerit, ishin pra pa diskutim hebrej, dhe Zoti siç e dim, kujdeset për ata që zgjell prej atyre që ka zgjedhur vet, prej popullit që ka zgjedhur vet. Tek rreshti 12, Zoti e përshëndet Gjedeonin me shprehjen Adonai imcha. Kjo përkthehet Zoti është me ty, mund të jetë edhe Zoti qoftë me ty, thjesht është një përshëndetje e respektshme, por që ka baza fetare. Kështu përshëndet Zoti ata që zgjell zakonisht. Kjo është e lidhur ngushtë pra me gjininë letrare e të thirrjeve. Dalja kapitulli 3 rreshti 12, kështu Zoti i përshëndet Mojsiun. Tek libri Josuehut kapitulli 1 rreshtat 5 deri 9, gjithashtu kemi një përshëndetje të tillë që Zoti u bën gjyqtarëve, edhe Jeremia kapitulli 1 rreshti 8 rreshti 19 gjejmë këtë përshëndetje. E mani mend si drejtohet engjulli Gabriel zojës së bekuar. Të falem hir plote, Zoti është me ty. Ungjilli Luks kapitulli 1 rreshti 18. Ka shumë kuptime kjo përshëndetje, kryesori është se Zoti siguron me praninë e vet atë që thret, nuk e lë vetëm. Gjedeoni përshkruhet me shprehjen Gibor Hechail, trim i fort, por duket si përshkrim ironik. Ky njeri i fort është i trembun, i fshehun, po shinte grurin me qëllim që me fsheh, e edhe vet ishte i fshehun. Nga ana e jashtme Gjedeoni dukej i mirë, i dobët. Ishte një pasqyrim i asaj si dukeshin të gjithë anëtarët e popullit të Izraelit të trembur. Por kemi këtu edhe një element tjetër tipik. Nga ana njerëzore Gjedeoni dukej i dobët, por veç për sa i takon asaj që sheh njeriu, Zoti nga ana e tij sheh çka nuk sheh njeriu. Njeriu Gjedeoni i duket i trembun, Zotit i duket Gibor në hebraisht, trim. Na kujtohet porosia që Zoti i jep profetit Samuel kur ky shkon në Betlehem te Jeseu për të zgjedhur për mbret një prej djembëve të tij. Në atë rast kur Jeseu propozon djalin e vet Eliabin, sipas gjasave të parin, Samuelit i pëlqeu ky djalë dhe është i sigurt në mendjet vet se atë do ta zgjidhë Zoti. Por Zoti, duke i ditë mendimet e profetit të vet Samuelit, kështu e porosit profetin e tij. Ose shiko fytyrën e tij dhe lartësinë e shtatit të tij, sepse e kam përjashtuar. Unë nuk gjykoj sipas pamjes së njerëzve, njeriu sheh çka duket përjashta, kurse Zoti vren zemrën. Këtë lexojmë te libri i parë i Samuelit, kapitulli 16, rreshti 7. Te rreshti 13 lexojmë se Gjedeoni kundërshton. Ju përgjigj, më falim Zot, nëse Zoti është me ne, pse na gjetën të gjitha këto xeza? Ku janë të gjitha ato mrekullitë e tija, për të cilat na folën etrit tan e na than, Zoti na nxori nga Egjipti? Por tani Zoti na lëshoi në duart e Madianit. Gjedeoni evokon përvojën e Egjiptit, por duke bërë këtë, ai shpreh dyshimet e tija. Besimi në Zotin është i karakterizuar prej dyshimit, por do të kthejmë te ky mendim në të ardhmen. Gjedeoni shpreh besimin në të kaluaren, por mbeti habitur për rolin që Zoti po luan në momentin prezent. I duket se Zoti e ka braktis, siç i duket ndonjëherë secilit besimtar. Zoti ja nguli syt dhe i tha, me atë fuqi që ke shko dhe çliroje Izraelin prej dorës së Madianit. Dije se unë të dërgova. Zoti e fton me braktis dyshimin, frikën dhe me unis me njëherë në një mision të rëndësishëm në çlirimin e Izraelit. Por ne e dim kush është ai që e çliron Izraelin. Gjedeoni është vetëm shërbëtori i tij. Te kreshti 15 Gjedeoni thotë se është i vogël, por pikrisht të vegjëlit i zgjedh Zoti, prandaj ai bëhet kandidati më i miri për këtë mision. Mund të themi me një lloj fjalësh se Zotit nuk i duhen të mëdhenjt sepse ai është i madh për vete. Zoti zgjedh të vegjëlit dhe nëpërmjet tyre tregon pushtetin e tij. Por ky element na zbulon një karakteristikë specifike të tregimit të thirrjeve. Zoti thret vetëm ata që e kuptojnë dhe e konsiderojnë veten të vegjël. Vështirë mund të konsiderohet i zgjedhur i Zotit kush e mendon veten të madh dhe kush e kupton veten trim. Së fundi le të theksojmë se profeti kërkon një shenjë. Gjedeoni vijoi nëse vërtet gjeta hir para teje, më jep një shenjë që je ti që po flet me mua. Kjo kërkesë e tija është rregull tek tregimet e thirrjes, siç kemi thënë e gjejmë tek libri Daljes kapitulli 3, rreshti 12. Kështu i thot Zoti Mojsiut,
Hyi i tha, unë do t'jem me ty, dhe ja shenja se të kam dërguar kur ta nxjerrësh popullin prej Egjiptit në këtë mal, do t'i jepni nderim hyjit. Raste tjera ku përmendet një shenjë gjejmë tek libri i parë i Samuelit kapitulli 10 rrethtat 1 deri në 7, ose te Isaia kapitulli 7 rrethtat 13 deri në 14, të lexojmë këto të fundit. Atëherë Isaia tha, dëgjoj pra shtëpia e Davidit, a thua pak ju duket tua mërzitni njerëzve e tani doni ta mërzitni edhe hyjin tim? Prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë të mrekullueshme, ja virgjëra do të ngjisë e do të lind një djalë, e për emër do ta quajë Emanuel. Shenja pra është kjo mrekulli se virgjëra do të lind dhe kë do të lind virgjëra, sipas mësimeve të Ungjillit që do ta shohim, Isaia po profetizonte se virgjëra do të lind Mesin. Edhe Jezusi u jep një shenjë atyre që dëgjojnë shenjën e Jonës, e lexojmë tek Ungjilli Mateut kapitulli 12, rrethtat 39-40. Ju përgjigj, breznia e prap dhe lavire kërkon shenjë tjetër do t'i jepet përveç shenjës së Jonës profet. Sikurse Jona që në barkun e përbindshit të detit 3 ditë e 3 net, ashtu edhe biri i njeriut do t'jetë në zemrën e tokës 3 ditë dhe 3 net. Pra vdekja, vorrimi i Jezusit për 3 ditë e 3 net dhe ringjallja e tij janë shenjë se apostujt kanë arsye të besojnë në Jezusin. Pikërisht kjo ringjallje është themel, jo vetëm shenjë i besimit ton, është edhe themel i misionit ton. Apostujt janë të themeluar në këtë shenjë, në ringjalljen e Jezusit, të cilën edhe do ta predikojnë. Prej librit të gjyqtarëve, kapitulli 9, rrethtat 7 deri në 15. E njoftuan përket Joatamin. Ky shkoi e zuri vend në maje të malit Karizim. Përtiti me Sazapati e tha, me dëgjoni, zotërinë të Sikemit, dhe hyj ju dëgjoft ju, që moti u nisën për rrugë lendet për të shëguruar një mbret mbi vet e i than ullirit, mbretëro mbi ne, por ulliri u përgjigj, atë heq dorë nga vaji im, me të cilën nderohen zotet dhe njerëzit, e të vite lohatën për mbi lende. I than pra, lendet të drurit të fikut, eja e mbretëron mbi ne, edhe fiku u përgjigj, a të heq dorë nga ëmbëlsia ime e nga frutat e mi të shishme që lohatën për mbi lendat e tjera. Atëherë lendet i than hardhis, eja ti e na sundo, e hardhia u përgjigj, a të heq dorë nga vera ime që gëzon zot të njerëz e të vi që të bashklohaten mbi lendet të tjera. Të gjitha lendet atëherë i than Feremonzës, eja e mbretëron mbi ne. Feremonza u përgjigj, nëse vërtet po më bani mbret tuajin, ejani e pushoni në hijen time. Por, nënqoftë se nuk është ashtu, dalë zjarri prej Feremonzës e i përpift qedrat e Libanit. Në tregimin që lexuam gjejmë shembulltyr, nuk ka shumë shembulltyra beslidhja vjetër. Shembulltyra e Joatamit që lexuam është njëra më të famshmet. Kemi edhe shembulltyrën e famshme të Natanit, që ja thot Davidit mbi 100 delet, por do të flasim për të kur të vijë koha. Kemi edhe disa shembulltyra tjera patjetër. Do t'i kushtojmë kohë të veçantë shembulltyrave kur të flasim për ato të Ungjillit. Me atë rast edhe do të japim një përkufizim të tyre dhe do të shpjegojmë arsyen pse Jezusi i përdor kaq shumë. Tek shembulltyrat që dëgjuam tek libri i Gjyqtarëve kapitulli 9 rrethtat 7 deri në 15, gjejmë një mësim mbi pushtetin. Ky tregim i përgjigjet pyetjeve pse do ta konsiderojmë Zotin si sovran të vërtet dhe cili është kuptimi i pushtetit njerëzor. Si do ta kuptojmë fjalën autoritet? Këtu patjetër unë do të përmend vetëm 2-3 gjëra se nuk është rasti të thellohem shumë në këto çështje. Do të ndalem në disa elemente teologjiko-biblike të këtij tregimi. Gasperi në katekezën e tij ka dhënë një mësim shumë të vlefshëm dhe ju ftoj ta dëgjoni. Ta fillojmë shpjegimin duke thënë se Jotami, djali i Gjedeonit, ka mësuar një mësim prej babait të vet. Te kapitulli më parshëm, tek libri i Gjyqtarëve kapitulli 8, rrethtat 22-23, lexojmë se izraelitët i thanë Gjedeonit: "Je sundimtari ynë ti, djali yt e djali djalit tënd, sepse na çlirove prej dorës së Madianit." A ju përgjigj, unë nuk do t'jem sundimtari juaj, as nuk do t'jetë sundimtari juaj i mbirë,
por Zoti do t'jetë sundimtar. Ideali i letërsisë deuteronomistike është që Zoti t'jetë sundues. Popullin e udhëheq gjyqtari me një ndërhyrje të drejtë për drejtë njerëzore, por në fakt Zoti është udhëheqësi. Lexojmë gjithashtu se Abimeleku, për të marrë pushtetin njerëzor, i nxitur dhe i mbështetur nga një grua, me të cilën ishte i lidhur edhe emotivisht, vret 70 persona. 70 persona vret për të marrë pushtetin. Joatami përmes kësaj shëmbulltyre tregon sfidat në për të cilat kalon populli kur e drejton pushtetarin njerëzor. Do të flasim për këto sfida kur të vijë puna për të zgjedhur mbretin Saul patjetër. Tregimin mbi Abimelekun dhe vrasjen e 70 personave dhe intrigat që ndodhin me praninë e asaj grua, mund ta lexoni tek fillimi i kapitullit 9 të librit i gjyqtarëve. Është një tregim që është mjaft i vështirë të shpjegohet se si ka mundësi që një njeri të jetë i gatshëm të vrajë kaq shumë njerëz për të arritur pushtetin. Por ky është një ves i jashtëzakonshëm, një ves shumë i vjetër, një ves shumë i rrezikshëm. Kur njeriu ndodhet përpara sfidës së humbjes së pushtetit ose të pasurisë, ai është në gjendje të bëjë edhe krime. Në këto raste personi mund të vrasë, kjo është arsyeja kryesore pse ndodhin luftra, por njeriu mund të eliminohet ose konkurrenti ose konkurrentët mund të eliminohen në forma të ndryshme, për shembull me diskreditimin e tyre. Ndodh për shembull kështu kur ka shpifje, kur bëhen trillime të ndryshme me qëllim që të diskreditohet konkurrenti dhe të shkatrohet fama e mirë e tij. Njeriu pra për të arritur pushtetin është në gjendje të bëjë gjithçka. Këtë e tregon edhe tregimi i Abimelekut te kapitulli i 9 i librit të gjyqtarëve. Për ta kritikuar këtë veprimtari kriminale të Abimelekut, Jotami, djali i Gjedeonit, tregon këtë shembulltyr. Në shembulltyr përdor 4 bimë për të ilustruar 2 lloje të ndryshme udhëheqësish. Disa sundojnë për të shërbyer, tjerët sundojnë për lavdi personale. Ulliri, fiku dhe hardhia refuzojnë të bëhen mbretër, sepse një nuk duan të lënë vajin, ulliri, fiku ëmbëlsinë, hardhia verën. Besimi është se nuk ja vlen të sakrifikohet fryti për të arritur pushtetin. Ulliri do të jetë ulli nëse jep vaj, fiku nëse prodhon fiq, hardhia nëse prodhon rrush. Ato duan të shërbejnë, duan të ndalen në funksionet e tyre, nuk duan aftësi tjera, nuk duan pozita tjera, janë të kënaqur me atë që kanë. Ferramani është bima e 4. Ajo është një shkurre dhe nuk ka hije, ka plot ferra. Kushdo strehohet në hije të saj, theret në ferra, se tjetër gjë nuk përfiton. Kështu sillet ai që kërkon pushtet, pa mendim me u shërbyer tjerëve. Therr tjerët, keq trajton tjerët. Qëllimi që ka nuk është të shërbejë atyre, qëllimi që ka është i përdor ata në funksion të vetvetes. Kështu pranon kur kuptohet sundimi si një veprimtari personale, si një veprimtari egoistike. Në të vërtetë sundimtar i vërtet nuk është ai që therr, nuk është ai që përdor tjetrin, por është ai që i shërben tjetrit. Sundimtari i vërtet është ai që i bën tjetrit shërbimin më të mirë. Ai që e sjell tjetrin te Zoti, dhe Zoti atëherë do ta drejtojë personin, nëse është i edukuar dhe i formuar si duhet, Zoti do ta edukojë personin dhe do ta mësojë në jetën e tij. Pra bijtë e Izraelit bënte keq ndër sytë e Zotit, dhe Zoti lëshoi në duart e Madianëve për 7 vjet. Dora e Madianëve erdhi gjithnjë duke rënduar mbi izraelitët. Izraelitët prej frikës së tyre jetonin shpellave të maleve. Gjyqtarët, kapitulli 6, rreshti 1 deri në 2. E fillojmë këtë katekesë me librin e gjyqtarëve. Popullit të Izraelit Zoti ja ka dhënë ligjet dhe rregulloret, jo vetëm të jetë një popull i veçuar nga popujt e tjerë, e të jenë shembull, por të jenë një popull i shenjtë. Kështu kemi thënë në katekesën e tjera. Ligjet dhe kodit ky popull i ka marrë nga Zoti që të mos e humb rrugën e tij drejt marrëdhënies me hyin, të jenë besnik. Me jetu në ligjin e Zotit do të thotë të jetosh në praninë e Zotit, e jo të mëkatoj dhe të bie mohit atij dhe të jetoj në idhujtari. Njeriu gabon kur nuk i zbaton rregullat. Kur një shofer i zbaton rregullat e qarkullimit, shkon i sigurt në destinacionin e tij, ose në të kundërtën aksidentohet, humb edhe jetën.
Në vështrimin e përgjithshëm, ngjarjet biblike të popullit të Izraelit na duken pak a shumë të ngjashme, por në fakt nuk është krejt ashtu. Në librin e gjyqtarëve, konkretisht në këto kapituj, kemi protagonistin kryesor Gedeonin dhe anën e kundërt të kësaj medalje është Bali, idhulli pagan. Gedeoni është prania e Zotit të popullit e tij dhe Bali është e keqja më e madhe që është në botë, që kërcënon popullin e Zotit. Janë dy kahje të kundërta dhe fitoria është gjithmonë në anën e Zotit dhe të popullit të Izraelit, kurse Bali dhe engjëjt e tij janë përbjerje të pasosur. Vetëm një gjë është e vërtetë, se Zoti i popullin e vet nuk e lën kurrë vetëm. Gjithmonë ja zgjedh një prizë deri te vijë Krishti, mbreti i gjithësisë. Dhe ana tjetër, gjithmonë jemi të tunduar, derisa Satani gjarë për i vjetër është të hedhur në tokë, tenton të na sulmojë. Kjo është e vërteta e pamohueshme. Në këtë kapitull ngjarja na paraqitet shumë dramatike. Ky popull po vuan shumë pasojat e mëkatit. Mëkati i idhujtarisë është mëkati dhe fyrja më e madhe që ja bëjmë Zotit, sepse e zëvendësojmë Zotin e gjallë me një Zot imagjinar dhe jo real, që neve na pëlqen me dëshirët dhe shqisat tona, duke ju përshtatur mishit dhe gjakut dhe parimeve të botës. Kjo është idhujtaria. Madjanet ushtrojnë dhunë dhe shkatrojnë gjithçka që ky popull ka për jetesë. Ishin të detyruar të jetonin në male në shpella. Situata është shumë e vështirë. Kështu Izraeli ra një mirim shumë të madh për shkak të madjanëve. Një popull ose një shoqëri vuan për dy arsye. E para është që tjetri të bën të vuash, se nuk është në dorën tënde dhe në zgjedhjen tënde. Kurse e dyta është kur ti e zgjedh vetë me dëshirë të keqen që të bën të vuash. Kështu edhe populli i Izraelit e ka zgjedhur vetë me dëshirën e tij këtë situatë vuajtje. Nuk ka dashur të jetojë sikur ka urdhëruar Zoti, por don të jetojë pa Zotin në mëkatin e idhujtarisë, pa lutje, pa kushtet e flimit, larg pranisë shtetërores, ku është i pranishëm hyi Izraeli. Pra, kjo është një zgjedhje dhe tani vuajnë pasojat. E shumë e ngjashme edhe jeta jonë si kom. Kemi dy kohë të ndryshme. Njëra që nuk e kemi zgjedhur, që ishte komunizmi, dhe tjetra që kemi zgjedhur vetë nëpërmjet votës. Është kjo demokraci që po jetojmë tani. Komunizmi ishte një sistem diktatorial, që burgosi vrau dhe internoi shumë njerëz të pafajshëm. Shumë familje u shkatruan dhe u persekutuan se besonin në fenë e të parëve të tyre, dhe shumë u pushkatuan sepse shpallnin ungjillin e Krishtit, sikurse ishin martirët shqiptarë të kishës katolike. Ata donin që populli të jetonte pa Zotin. Kjo nuk ishte një zgjedhje e jona, por ishte një pushtim diktatorial. Kurse e dyta që ne e quajmë demokraci, që do të thotë liri dhe të drejtat e njeriut, këtë sistem e zgjedhin vetë sa herë që shkojmë në kutitë e votimit. Edhe pse shumë mirë e dim se drejtësia dhe liria e njeriut nuk funksionon. Na përsëri verbërisht i zgjedhin të njëjtët persona për 35 vjet që të na udhëheqin. Shumë ligje janë miratuar kundra Zotit, kundra familjes dhe kundra njeriut. Ligji i abortit që është kundra ligjit të Zotit, që njeriu të vendosë për jetën e tjetrit, kush të jetojë dhe kush të vdesë. Zoti zëvendësohet nga një ligj, nuk pyet njeri më për të. Kjo është idhujtari. Ligji për familjen, martesat e të njëjtës gjini, është mëkat kundër familjes dhe kundra se çfarë Zoti ka kriju. Një fëmijë të rritet me 2 baballar pa anë. Kjo është jeta mondane dhe moderne që na afron mendja njerëzore e sulmuar nga epshi. Dhe ligji tjetër kundër personit që ai ta konvertoj trupin e tij nga mashkull në femër dhe anasjellës. Dhe kjo është kundra Zotit dhe kundra natyrës. Shumë njerëz vuajnë pasojat e korrupsionit. Burgosin padrejtësisht, humbin vendet e punës, duhet të paguajnë rishfete për çdo shërbim që kërkohet, dhe pse janë falas. Ne vazhdojmë përsëri dhe i votojmë edhe pastaj vuajmë pasojat. Të gjitha këto nuk janë fatkeqësi e një kombi, por është një zgjedhje shumë e gabuar, por edhe e vetëdijshme, që kështu na pëlqen të jetojmë kundra ligjit të hyjit.
Kjo është një zgjedhje. Këtu nuk ka faj Zoti. Ka faj njeriu që nuk arrin ta dallojë të mirën nga e keqja dhe jetën nga vdekja. Edhe një ditë të gjithë do t'i japim llogari para Zotit për të gjitha këto veprime që bëjmë me vetdije të plotë, si populli i Izraelit. Zoti respekton lirinë e njeriu dhe është i durueshëm me ne dhe pret që të kthehemi me pendes. Por pas 7 vitesh, situata fillon të ndryshojë në Izrael. Populli i Izraelit kujtohet se çfarë mëkati ka bërë. Lëshon kushtrimin Zotit për ndihmë. Edhe pse mbas të gjithë kësaj të keqe, është gjë e mirë ta kërkosh mëshirën e Zotit, të kujtohesh për të keqen që ke bërë dhe don të kthehesh në rrugën e vërtetë. Nuk është hera e parë që populli i Izraelit mëkaton para Zotit. Shumë herë mëkaton edhe në shkret e tjerë, por ndërmjetësimi i Mojsiut para Zotit me lutje ka bërë që zemra e shenjtë e hyjit të mos hidhrohet kundër këtij populli. Zoti është i mëshirshëm dhe plot dashuri. Ja fal mëkatet njerëzve kur ja kërkojnë me pendes. Edhe sot në ditët tona dikush lutet sikurse Mojsiu Zotit për të këqijat që bën. Sigurisht e para lutet kisha, pastaj ka edhe njerëz të shenjtë si Mojsiu, që luten se përndryshe bota do të ishte përmbysur nga mëkati. Zoti e dëgjon vujtën e popullit të tij, vendos ta çlirojë nga shtypja e madjanëve. Situata në një tjetër drejtim, me Zotin ndryshon gjithçka. Ju dëftua engjëlli i Zotit e i tha: Zoti me ty o burr i fortë. Ma të fuqi që ke shko dhe çliroje Izraelin prej dorës së Madjanit. Dije se unë të dërgova. Gjyqtarët 6, 12, 14. Engjëlli i Zotit i paraqitet Gjedeonit dhe e përshëndet. Gjedeoni ndihit i pasigurt dhe shumë i vogël dhe i pafuqishëm për një detyrë kaq të madhe për ta çliruar popullin e Izraelit. Me fala Zot, po si do ta çliroj Izraelin? Ja barku im është më i vogël se në Manase, e unë më i vogël në shtëpinë e Timeti. Kapitulli 6, rreshti 15. Engjëlli në këtë pjesë të shkrimit të shenjtë është prania e Zotit. Në shkret e tjerë Zoti ja paraqit popullit në trajta të ndryshme, si shtylla tymi ditën, shtylla zjarri natën, kurse këto paraqitet nëpërmjet engjëllit. Kur Zoti don të ndryshojë situata të ndryshme dhe të realizojë planin e shëlbimit, ai paraqitet me anë të engjëllit të tij. Ka shumë raste të ndryshme në shkrimin e shenjtë ku paraqitet engjëlli i Zotit, për ta ndryshuar situatat njerëzore kur njeriu nuk është besnik ndaj Zotit. Rasti më kulmor është kur engjëlli Gabrieli paraqitet Virgjës Mari. Kjo është vepra kulmore e Zotit për shëlbimin e mbar njerëzimit. Nëse Gjedeoni ishte zgjedhur për ta çliruar Izraelin, Virgjëra Mari ka misionin e hirplotës për të lindur shëlbuesin Krishtin Zot, shpëtimtarin e gjithë botës. Gjedeoni nga njëra anë duke i vogël dhe i dobët, por faktikisht Gjedeoni është me të vërtetë një burr i fortë. Është mirë dhe e vërtetë kur ne shikojmë veten tonë para Zotit të vegjël dhe të pafuqishëm, si Gjedeoni. Ky hyn në dialog me Zotin, i bën shumë pyetje dhe debaton me engjëllin, dhe i thotë: "Më falim Zot, nëse Zoti është me ne, pse na gjetën të gjitha këto të zeza? Ku janë të gjitha ato mrekullitë e Tija për të cilët na folën etrit tan e na thanë: Zoti na nxori nga Egjipti." Por tani Zoti na lëshoi në dorë të Madjanit. Gjedeoni ndoshta nuk e dinte mirë situatën e popullit të vet. Është më i vogël në shtëpinë e babës së vet. Ati ndoshta nuk i ka fol askush për mrekullitë e Zotit që ka bërë në tokën e Egjiptit, dhe nuk është i informuar mirë. Ai ka shumë paqartësi dhe i kërkon Zotit siguri. Kërkon të kuptojë se si ai duhet të veprojë dhe shumë pyetje të tjera. Mendoj me veten time, po sikur të isha unë në vendin e Gjedeonit, do me merre goja si Zakaris dhe do kisha rapa ndjenja në tokë për i frikës dhe dobësive të mia. Kush është ai njeri që del para Zotit dhe ka shumë guxim të flasë dhe në një farë mënyrë të kërkojë llogari Zotit. Në realitet ne duhet të flasim dhe të dialogojmë gjithmonë me Zotin tonë. Ai është shumë më afër se kur besuam, ka thënë Shënpari. Lutja, adhurimi, eukaristia, leximi i shkrimit të shenjtë janë mënyra më e duhur për të hyrë në marrëdhënie me Zotin. Ai nëpërmjet fjalës së tij na flet neve çdo ditë, si Gjedeonit,
sikurse Mojsiu dhe shumë profetëve të tjerë që do t'i takojmë gjatë katekezave tjera. Por një gjë duhet të kemi parasysh. Po ty, a të ka folë Zoti? A ke dëgjuar ndonjëherë zërin e tij? Apo nuk e ke dëgjuar asnjëherë? A mendon se Zoti është me mes i pagoj? Apo jam unë i shurdhër? Nuk e di. Ndoshta jam unë që nuk dëgjoj mirë. Zoti na flet çdo ditë. Ai na ka një plan për secilin prej nesh. Ne jemi të gjithë në zemrën e tij. Ai na thërret, por nuk i përgjigjemi. Veshët tanë janë të ndotur nga zhurma dhe rrëmuja e interesave tona. Zemra jonë është e mbushur me lakmit që ofron jeta sot. Ne e përdorim Zotin si një bankomat. Kur kemi nevojë, kërkojmë ndihmën e Zotit. Pastaj, kur jemi mirë, humbim në mjegullin e individualizmit tonë. Nuk na lën të dëgjojmë Zotin. Nga një herë edhe kur e dëgjojmë, bëjmë sikur nuk e kemi dëgjuar, se nuk na intereson të shkojmë pas tij. Nuk mund t'i lëmë siguritë tona dhe të shkojmë pas tij. Kjo është logjika e jonë e dobët. Nuk e dim se ai që fiton Zotin ka fituar edhe mbar botën. Ky kapitull fal Zotit është shumë i pasur në kuptimin teologjik. Zoti i zgjedh dhe i përgatit njerëzit për të bashkëpunuar në planin e tij të shëlbimit. Zoti nuk e shikon njeriu nga pamja e jashtme. Nuk i vlen bukuria as forca. Nuk i pëlqen as populariteti dhe pozita që ka. Zoti shikon zemrën e njeriu. Atje, ku është thesari i tij, e thesari i zemrës së njeriu duhet të jetë vetëm Zoti. Ai i përzgjedh me të dobët ndër sytë e botës, që bota ta shikojë forcën e dashurisë së tij. Një ndër këto personazhe është edhe Gideoni, me i vogël ndër bijtë e 8, ndoshta me i vogël e bijtë e Izraelit për ta shiruar këtë popull. Gideoni e pa kupton se diçka po ndodh mes tij dhe Zotit, por është i hutuar dhe i pasigurt. Gideoni vijoj, nëse vërtet gjeta hir para teje, më jep një shenjë që je ti që po flet me mua. Gjyqtarët, kapitulli 6, rrethti 17. Gideoni pasi përgatiti pak mish dhe bukë. Ja solli para engjëll dhe i vendosi në një gur. Kur ata i vendosin mbi gur, ky ushqim mundes dhe mori flak, dhe po digjej. Gideoni e kuptoi se hiri i Zotit ishte me ta. U mrekullua dhe u friksua. Për çfarë pau dhe dëgjoj se mendonte se do të vdiste. Por Zoti i tha: "Paqja me ty, mos u tremb. Jo, nuk do të vdesësh." Kapitulli 6, rrethti 23. Atëherë Gideoni e kupton qartë misionin e tij. Ky mision është ta çlirojë Izraelin. Jeta e tij ndryshon, vendoset për të vepruar dhe me dëgjuar Zotin dhe mi shërbyer atij. Në gjuhën e besimit kjo quhet thirrje. Thirrje për një qëllim, për një mision të caktuar. Me u vendos me ndjek Zotin, me shku pas tij. Me ndjek Zotin nuk është një punë e lehtë. Është e vështirë, por jo e pamundur. Këto duhet të kemi dy aspekte parasysh, për të kuptuar më mirë kur njeriu ka një marrëdhënie personale me Zotin. E para është pak e vështirë të hyjmë në dialog me Zotin. Nuk mund ta kuptojmë njëherë zërin e tij dhe nuk e dim se kush po na flet dhe çfarë po kërkon. Ndoshta na duket se zëri i tij dhe në fakt nuk është ai. Duhet një shoshitje e vazhdueshme e ndërgjegjës sonë deri në zbulimin e së vërtetës, sikurse Gideoni. E dyta është se kur një njeri vendoset për jetën e tij me ndjek Zotin, duhet të ketë parasysh që të vendoset kundra rrymës dhe kundra botës. Me pak fjalë, duhet me distancu nga jeta dhe mendimet njerëzore që ne ofron bota dhe shoqëria në kuptimin negativ, sikurse është idhujtaria, që na ndan nga dashuria e Zotit. Me shku kundra të gjitha atyre gjërave që na e pengojnë me u bashku me hyje. Atëherë rruga është e lirë për të ecur të sigurt në misionin tonë për me i shërbyer Zotit, sikurse Gideoni. Gideoni kur u sigurua se Zoti do të vepronte përmes tij, ishte vetëdijshëm për misionin që e priste, për çlirimin e Izraelit. Ai vendosi dhe ndërtoi një elter dhe e quajti Zoti i Paqe. Pra, me këtë elter, ne kuptojmë se Gideoni e para e falendron dhe e dyta don siguri. Falendron sigurisht atë që e ka zgjedhur për këtë detyrë kaq të rëndësishme dhe kaq të shenjtë, për ta çliruar popullin e tij duke ndërtuar një elter. Elteri është simboli i besnikërisë dhe i dashurisë së Zotit,
dhe për këtë Gedeoni gjen këtë mundësi për ta falendëruar. Kurse, siguri është shumë më shumë se falendërim. Elteri është prania e Zotit dhe shpresa fitores që Gedeoni do të fitojë mbi të keqen në luftën mbi Madianit. Të ky elter Gedeoni lutet, flijon dhe kërkon. Së pari falenderon, lutet dhe kërkon Zotit hirin e tij. Edhe këto bën tek elteri në praninë e Zotit. Edhe për ne të krishterët elteri është prania e Zotit, qendra e lutjes dhe e falënderimit. Krishti për çdo me shete nëpërmjet durave të shuguruara të mbështarëve, flijohet mbi këtë elter, vdes dhe ringjallet, na jep trupin dhe gjakun e tij për ushqim të shpirtit tonë. Për këtë jemi të thirrur të gjithë për të falendëruar dhe për të kërkuar Zotit për gjithçka që kemi nevojë nëpërmjet lutjes, veçanërisht hirin e tij. Lufta dhe misioni i Gedeonit është e fuqishme, kërkohet shumë punë dhe mbi të gjitha një fe e fortë dhe shpresë në Zotin. Kjo është themeli fitores. Nuk është forca dhe nuk vlen ushtria për të çliruar Izraelin nga kthetrat e idhujtarisë. Nuk janë Madianit e keqja më e madhe e këtij populli, por është idhujtaria që ata janë përfshirë duke tradhtuar Zotin e vërtet dhe duke i besuar Balit, Zotit të rrem. Gedeoni do të përballet me dy lufta, e para, ajo shpirtërore dhe e dyta, ajo fizike, për të luftuar dhe çliruar Izraelin nga ushtria Madianit. Ne sa herë që lexojmë Biblën mendojmë se popujt e tjerë të historisë biblike janë shumë më mëkatarë se njerëzit e tjerë të ditëve tona. Besoj se jo. Nuk duhet të bëj krahasime as dallime, por besoj se çdo popull dhe çdo njeri pak a shumë janë të njëjtë. Nuk është dikush më i mirë ose më mëkatar se të tjerët. Ndryshimin e bën vetëm Zoti. Kush shpreson në Zotin dhe vendos jetën e tij në duart e Zotit, ai është por si pema e mbjell në bregun e lumit, që rrjedh, e cila frytën e vet e jep në çdo stin. Psalmi 1, rreshti 3. Ne duhet që lufta jonë duhet të jetë si lufta Gedeonit. Duhet ta shkatrojmë elteret dhe simbolet e Balit. Jo vetëm në Izrael, por edhe sot, dhe kudo është dhe ekziston Bali dhe keqja e tij. Kur nuk duhet të mendojmë se jemi në rrugën e sigurt. Kur në zemrën tonë është ndërtuar një elteri të keqes, i fshetë dhe i padukshëm, e ne në fakt e adhurojmë. Shën Boldivini i Peshgër thotë: njeriu sa do i drejtë jetë para Zotit, kur nuk mund të shikojë veprimet e zemrës së tij, sepse errësira që është në të nuk e lejon të shikohen. Nganjëherë e keqja vjen pa ditë dhe pa kuptuar. Pak nga pak hyn në zemrën e njeriu dhe nuk jemi shumë të kujdesshëm dhe zën vend në zemrën e tij. Dhe njeriu kur ta kuptoj është shumë vonë. Kështu ka ndodhur edhe me popullin e Izraelit. Bali nuk është vetëm një tropore guri apo druri, ose metali. As nuk është një ide. Ai është i dukshëm, i prekshëm dhe kudo ndodhet. Ai shndrohet në forma dhe mundësi të ndryshme, sipas mundësisë që ai ka për ta humbur njeriu. Bali nuk është vetëm një përbindës që ne mendojmë që është diku në pyll, në një oqean ose në një shkretir. Ai është kudo. Ndoshta në kohën e Izraelit të lashtë ishte simbolit i keqes. Ai sot është vetë e keqja. Ku do ndodhet? Fatkeqësisht njeriu e ka pranuar dhe bashkëpunon me ta. Ai është çdo ditë në ekranet tona televizive, në rrjetet sociale, në politikë, në punë, kudo, madje edhe në mendjen e njeriu. Çdo gjë e rreme dhe falsa na reklamohet e mirë dhe e drejtë, dhe çdo gjë e mirë dhe e shëndetshme ta paraqesin si të dëmshme. Shumë njerëz e kanë humbur kuptimin e jetës se për çfarë jetojnë. Kjo është idhujtaria moderne, ku njeriu gradualisht ka rrëshqitur në lumin e idhujtarisë. Edhe pse e keqja e Balit ka përfshirë gjithë botën, ne nuk duhet të kemi frikë. Krishti e mundi botën dhe princin e saj Satanin. Kur nuk është vonë të reflektojmë dhe të ndryshojmë jetën tonë dhe të vendosimi kundër rrymës të së keqes mendimin e Krishtit të ringjallur. Ne nuk mund të luftojmë vetëm pa Zotin. Ai është ashtu si Gedeoni, duhet të kërkojmë me lutje hirin e Zotit për të luftuar Balin dhe elteret e tij që janë në zemrën e njeriu. Në takimin e ardhshëm do të lexojmë pjesën e parafundit prej librit të Gjyqtarëve, kapitulli 10 deri në 16,
Lexoni nëse doni të shtëpia sepse do të kuptoni më mirë. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoft.